Në Bibël është shkruar se vetëm Perëndia ka jetën e përjetshme. Si është e mundur që vetëm Perëndia ka jetë të përjetshme? Për më tepër, si e ndan ai këtë jetë të përjetshme me të gjithë njerëzimin? Nëse e kuptojmë qartë përgjigjen e kësaj çështjeje, ju dhe unë mund të hyjmë patjetër në mbretërinë e qiejve. Le të hedhim një vështrim të Zbulesa kapitulli 22, vargu 17. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Kjo është zbulesa që ju dha Gjonit në ishullin e Patmosit. Fryma e shenjtë u shfaq në këtë zbulesë dhe qartë, nusja është atje pranë tij. Perëndia i tregoi apostullit Gjon se ekziston edhe fryma, edhe nusja. Gjoni e pa qartë ekzistencën e Perëndisë atë dhe Perëndisë nën. Gjoni regjistroi saktësisht atë që pa. Ai madje dëgjoi fjalët e frymës së shenjtë dhe të nusës që thanë, eja. Atëherë, çfarë shkruhet në Bibël pasi ata thanë, eja? Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje, le të vi, dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Gjoni dëshmoi dhe dëgjoi frymën e shenjtë dhe nusën, e cila është Perëndia nën, duke dhënë këtë mesazh. Ata thanë, kushdo që ka etje, le të vi dhe të marrë falas dhuratën e ujit të jetës. Bibla shpjegon se kush mund të na jap ujin e jetës. Në Zbulesa, kapitulli 7, vargu 16, thuhet: ata nuk do të kenë më uri, as nuk do të kenë etje, as nuk do t'i godas më dielli, as kur far vape. Sepse qengji që është në mes të fronit. A nuk do të thotë qengji Perëndia, ati ynë? Ai do t'i kullos dhe do t'i çojë domethënë ne të burimet e gjalla të ujrave. Në Zakaria kapitulli 14, kush është burimi i ujit të jetës? Nga Jerusalemi do të rrjedh uji i gjallë, gjysma në detin lindor dhe gjysma në detin perëndimor, në verë dhe në dimër. A nuk është kjo ajo që është shkruar në Bibël? Në fund, Perëndia atë qengji i ka udhëhequr të gjithë fëmijët e tij te nëna qiellore, e cila është burimi i ujit të jetës. Prandaj, kushdo që shkon në vendin ku janë fryma dhe nusja dhe merr premtimin e jetës së përjetshme në këtë tokë nga fryma dhe nusja, me siguri do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Kjo është arsyeja pse Perëndia atë na çoi te nëna qiellore, e cila është burimi i ujit të jetës. Ai na lejoi të kuptonim nënën qiellore dhe me këtë na hapi rrugën për t'u kthyer në shtëpinë tonë të humbur qiellore.